Revista prestigjioze amerikane Forbes ka bërë një klasifikim të 5 qyteteve europiane bregdetare ku mund të blihet pasuri e paluajtshme me vlerën nën $100.000, ku mes tyre renditet dhe qyteti bregdetar i Vlorës. Çmimet e pronave në Amerikën e Veriut vazhdojnë të rriten, ndërsa pjesët e Evropës po ofrojnë në heshtje shtëpi të jetueshme dhe të dashura për nën $100.000. Imagjinoni të zotroni një shtëpi komode prej guri në Itali, një ratisje buzdetit në Rivierën Shqiptare ose një apartament plot diell në Spanjë, secila me kosto më të ulët, shkruan Forbes. Një mundësi shumë e mirë për të blerë një apartament për pushime me kosto të përballueshme, por që të ofron bukuri dhe kulturë, është Vlora. Në artikullin e Forbes shkruhet se Shqipëria ka qenë prej kohësh një arratisje popullore nga plazhi me kosto të ulët për pushuesit evropian, por tashmë po shfaqet në radarët e udhëtarëve amerikan, ndoshta për shkak edhe të vëmendjes që Ivanka Trump dhe Gerard Kushner po i sjellin këtij kombi ballkanik. Ata kanë pushuar në Shqipëri vitet e fundit dhe aktualisht po zhvillojnë një hotel luksoz prej $1.4 miliard në ishullin e Sazanit, pikërisht në Vlorë. Sipas Forbes, Shqipëria krenohet me një peizazh të thyer malor dhe një vijë bregdetare mahnitse përgjatë detit Adriatik dhe jon të Mesdheut. Një nga destinacionet më të njohura është Vlora, një qytet bregdetar përgjatë Rivierës Shqiptare me një histori të pasur dhe plazhe të mrekullueshme, kur mund të blini pronë për $77.000 ose $90.000. Më tej Forbes rendit si mundësi për të blerë pasuri të paluajtshme edhe në Abruzzo të Italisë, Olvera në Spanjë, Selaniku në Greqi, por edhe Burgas në Bullgari.